OSBE DIR ka publikuar raportin përfundimtar për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa theksohet se partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve njerëzore. Sipas raportit përfundimtar, kandidatët në përgjithësi patën mundësi të bënin fushat lirshëm, ndonse disa raportuan për raste friksimi. Në raport thuhet se mekanizmi i ri i bashkërendimit ndërinstitucional për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve zgjedhore është një zhvillim pozitiv, por kërkohet ndjekje më të ishme për të adresuar shqetësimet e vazhdueshme për parregullsitë zgjedhore. Sipas OSBE DIR, dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht e qetë dhe organizuar mirë, por shpesh u vërejt mungesë respektimi i procedurave, dhe ajo u karakterizua nga disa incidente friksimi dhe nxitjeje të votuesve, si dhe disa mangësi proceduriale dhe transparencë gjatë numërimit të votave. Korniza ligjore ofron një bazë të mjaftueshme për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike, pavarësisht nevojës për një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore me konsultime publike gjithëpërfshirëse. Mangësitë dhe paqartësitë e evidentuara ulin qartësinë e kornizës ligjore dhe krijojnë pasiguri në zbatimin e saj si në frym, ashtu edhe në praktik. Ndërsa disa nga rekomandimet e ODIR-it janë adresuar, shumica e rekomandimeve të kahershme përfshir ato që lidhen me përbërjen e komisioneve zgjedhore të niveleve më të ulta, raportimin e ndërmjetëm të financimit të fushatës dhe dispozitat për siguruar një mjedis mediatik të përshtatshëm, përfshirjen e përgjegjësisë penale për shpifje, mbeten të pa adresuara, duke treguar mungesë vullneti politik për reforma gjithëpërfshirëse, thuhet në raport. Në vijim theksohet se parlamenti zgjidhet përmes një sistemi zgjedhor të modifikuar që kombinon lista të mbyllura dhe preferenciale, i cili u fut përpara këtyre zgjedhjeve. Në deklaratën e gjetjeve dhe përfundimeve paraprake të publikuara më 12 maj 2025, IEOM-i arriti në përfundimin se zgjedhjet ishin konkurruese dhe u zhvillua në mënyrë profesionale, por u mbajtën në një mjedis shumë të polarizuar dhe pjesëmarrësit nuk gëzonin kushte të barabarta. Megjithatë, kandidatët në përgjithësi patën mundësi të bënin fushat lirshëm, ndonse disa raportuan për raste friksimi. Administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi jashtë vendit i futur për herë të parë në këto zgjedhje u menaxhua mirë pavarësisht marrëveshjes së vonë politike dhe miratimit të kësaj mase, si dhe disa çështjeve organizative. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë të pushtetit, thuhet në raportin përfundimtar. OSBE DIR në raportin e tij përfundimtar thekson se pati numër të konsiderueshëm akuzash për presion mbi votuesit, veçanërisht mbi punonjësit publik. Për më tepër, legjislacioni zgjedhor dhe interpretimi i ngushtë i tij nga administrata zgjedhore nuk penguan praktikat abuzive, thekson raporti. Përsa i takon medias, OSBE DIR thekson se përqendrimi i pronësisë së medjave që minon pluralizmin e burimeve të lajmeve, së bashku me vetë censurën mes gazetarëve dhe dominimin e mbulimit mediatik nga dy partitë më të mëdha, kufizuan mundësinë e votuesve për të bërë një zgjedhje të informuar. Përdorimi aktiv i rrjeteve sociale online nga pjesëmarrësit amplifikoi gjuhën përçarëse, ndërsa asnjë autoritet nuk ishte caktuar për zbuluar përmbajtje manipuluese të dëmshme, thekson raporti.